Në qoftë se ti bën ulje, klientit që i bëre ulje, ky të marrë produktin tim, produktin tënd, shitje, shërbimi, dhe marrë këtë edhe do ulet ballë për ballë me klientin tënd ideal, me klientin tënd më të mirë. Kujdes, është ligj. Klienti që i bëre skonto, ky klienti që ti i bëre skonto, do të ulet përballë me klientin tënd ideal. Edhe do mburret edhe do i thot, e shef, mu ma boni skonton, ty ta hodhi, se ty ta dha shtrenjtë. E do ti këtë për biznesin tënd? No. Nuk po flasim se do humbësh klient, nuk do flasim se do krijosh atë konfliktin, por po flasim për biznes. Ti dëmton reputacionin tënd, dëmton kompaninë tënde, dhe kjo ty të çon në rënje. Kjo të çon në rënje sepse ty të dëmtohet besueshmëria.